Bashkia e Tiranës është institucioni që administron kryeqytetin. Kryetari i saj ndodhet në qelinë e paraburgimit në Durrës me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Ndërkohë, i gjithë zinxhiri komandues, drejtorët e tjerë, u arrestuan me urdhër të SPAK më 28 mars të vitit 2024, si të përfshirë në dosjen famoze 5D. Nga ana tjetër, vazhdojnë hetimet edhe për landfilin e Tiranës, inceneratorin që nuk ekziston. CNA, më 11 mars të këtij viti, i ka dërguar një shkresë zyrtare Bashkisë së Tiranës duke i kërkuar të na jap informacion në lidhje me sipërfaqet e reklamave të administruara nga Bashkia e Tiranës, dhënë për aktivitete të ndryshme tregtare, si për koncertet në sheshin Skënderbej, koncertet në sheshin Nën Tereza, apo vend grumbullime për evente të ndryshme ku vendosen sipërfaqe të mëdha reklamimi. Ne quam një shkresë të parë dhe nuk morëm përgjigje. Më pas nisëm dhe një shkresë të dytë për të sqaruar dhe për të marrë informacion të plot, për të vënë në dieni publikun në rast se kishte një abuzim me këto reklama. Në rast se persona të tretë lidheshin direkt apo indirekt me Arber Veliajn, vllajin e kryebashkiakut të arrestuar të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliajn, por nuk morëm as për shkresën tonë të dytë. Ne i dërguam një kërkesë për informacion të tretë gjithashtu. Vendosëm në dieni dhe komisionerin për të drejtën e informimit, dhe deri më sot, prej 3 muajsh, ne s'kemi marrë një përgjigje zyrtare. Çfarë fshihet? Pse Bashkia e Tiranës nuk na thot zyrtarisht sa është sipërfaqja e reklamave që kanë dhënë për zhvillimin e aktivitetit, po themi të vitit të ri 2025, ose zhvillimin e eventeve të tjera në sheshin Skënderbej? Sa është sipërfaqja e reklamave që kanë dhënë me qira, 1 metër katror, 5 metër katror, 10 metër katror, kujt ja kanë dhënë? Dhe sa është çmimi që është dhënë? Ky është një informacion elementar mbi të ardhurat që gjeneron Bashkia e Tiranës, mbi taksat që paguajnë qytetarët, dhe me to zhvillohet kryeqyteti, investohet në kryeqytet dhe qytetarët kanë të drejtë të informohen, bizneset kanë të drejtë të informohen se si përdoren taksat e tyre. Ku shkojnë të ardhurat e Bashkisë së Tiranës? Si administrohen sipërfaqet e pronave publike? Si administrohen sipërfaqet e reklamave që vendosen në evente? Dhe këtu nuk po flasim për 10.000 lekë të vjetra, po flasim për miliona euro të qarkulluara, për të cilat CNA-s nuk i jepet informacion, dhe kjo në mënyrë abuzive, në shkelje të ligjit. Nuk kemi kërkuar as ndonjë informacion sekret, as ndonjë informacion mbi të ardhurat e momentit apo planet e të ardhmes, por për ato që kanë kaluar, për aktivitetet e zhvilluara, për sipërfaqet e dhëna me qira. Sipas informacioneve që ka CNA, sipërfaqet që janë dhënë me dokument zyrtar, krahasuar me sipërfaqet e vërteta që janë përdorur, kanë një ndryshim shumë të madh, dhe ne kemi të gjithë dyshimet tona të arsyeshme si gazetar se është abuzuar, ka korrupsion dhe ka vjedhje. E thënë më thjesht, jepen qindra metër katror sipërfaqe reklamash, që vlejnë 10 miliona lek, LED walle, banera e të tjerë, dhe kompanitë private i paguajnë saqimet e kokës, ndërkohë në fatura, sipas informacioneve të ardhura në CNA, janë vetëm disa 10 metër katror reklama. Diferenca mund të jetë me miliona euro, dhe ne këtë po investigojmë dhe nuk po e fshehim. Këtë po i kërkojmë Bashkisë së Tiranës. Ne kemi mundur të sigurojmë të gjitha materialet video të eventeve të ndryshme zhvilluara në sheshin Skënderbej, sepse janë publike. I kemi siguruar nga faqja zyrtare e Zotit Veliaj, nga faqja zyrtare e Bashkisë Tiranë, nga mediat që i kanë transmetuar. Ne thjesht po kërkojmë informacionin zyrtar, sa figuron në letra sipërfaqja e reklamave të dhëna nga Bashkia e Tiranës për eventet e zhvilluara në sheshin Skënderbej apo dhe në sheshe të tjera. Në rast se shifrat janë të njëjta, pra nga videot parafërsisht duken 200-300 metër katror ose 500 metër katror reklama dhe në faturë figurojnë 500 metër katror reklama, pse e fshef Bashkia e Tiranës? Pse nuk na jep këtë informacion? Por në rast se në realitet janë 500 metër katror reklama, kurse në faturë janë 5 metër katror reklama apo 50, këtu kemi të bëjnë me një vjedhje, me një abuzim, me kompani që marrin sipërfaqe me qira dhe vendosin sa të duan, dhe nuk i kontrollon kush, as drejtoria e taksave dhe as policia bashkiake. Pa folur pastaj për lidhje të mundshme të personave që i marrin këto objekte me këto sipërfaqe me qira dhe marrëdhëniet me të tretat apo me të afërt të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliajn, i cili ndodhet në paraburgimin e Durrësit. CNA do të vazhdojë të kërkojë informacion të plot në lidhje me këto sipërfaqe, dhe në rast se ne nuk do të marrim informacionin dhe nuk do të mundemi të ballafaqojmë vlerat e vërteta, kemi të gjithë të drejtën të themi publikisht se ky informacion fshihet, pasi brenda ka një zullum, ka një vjedhje, ka një abuzim. Dhe këtë material të plot, së bashku me dokumentet tona, mungesën e informacionit dhe të dhënat që na janë sjell për dyshimet se ka abuzime me reklamat që jep Bashkia e Tiranës për eventet në kryeqytet, ne do t'ja përcjellim organeve kompetente.